Siguria në punë ngelet një nga problemet më të mëdha që ka sot vendi ynë në sektor të ndryshëm, kryesisht në sektorin e ndërtimit. Në raportin vjetor të publikuar nga ju për vitin 2024, ju theksoni se ka pasur 177 raste aksidentesh dhe 33 humbje jete, nga të cilat 24% e tyre i përkasin sektorit të ndërtimit. Si paraqitet situata në këtë sektor me inspektimet e bëra, cili është shkaku kryesor i burimeve të aksidenteve? Sektori i ndërtimit është i vlerësuar me risk të lartë, futet në aktivitete që ka risk lartë sa i takon aksidenteve në punë, jo për një arsye, por për disa arsye, dhe këtë nuk e bën vetëm vlerësimi inspektoriati, por sa i takon mënyrës së punës së ndërtimit. Një nga arsyet është dinamika që ka kantieri, ndryshimi i punëve në stade të ndryshme të ndërtimit. Përtej kësaj, kemi disa subjekte që mund të ndërveprojnë në të njëjtin kantier. Por është lloji i aktivitetit shumë i rrezikshëm, pasi lidhet edhe me fatalitetin që shoqëron zakonisht një aksident, për shkak se punohet në kate të larta, për shkak se punohet në hapen gropa, cilat nga ka raste ku ka edhe shëmbje dheu. Kantieri ka vende të hapura të cilat kërkojnë një sigurim të vazhduar sipas ecurisë së kantierit. Kështu që në këtë aspekt është sfidë jo e vogël që të monitorohet në çdo moment edhe të kemi një inspektim mirëfilltazi përmbyllës, parë nga këndvështrimi i inspektoriatit gjithmonë, që t'i adresoj çështjet edhe këto çështje të mos ndodhin. Si e vlerësoni situatën aktuale të sigurisë dhe shëndetit në punë në sektorin e ndërtimit? E vërteta është që aktualisht kemi një bum ndërtimesh, kryesisht në Tiranë. Ndërtesat janë në kate të larta, si tipologji. Ajo që e themi me siguri është që po ka një përmirësim të kulturës së punës, por ende ka shumë për të bërë të drejtim, që do të thotë asnjëherë nuk është mjaft, sepse çdo aksident në fund të ditës reflekton masa të munguara në atë pozicion pune që kanë lejuar të ndodhë një aksident. Si bashkëpunon inspektoriati me punëdhënësit, kontraktorët dhe punonjësit për ta përmirësuar sigurinë? Tashmë inspektoriati e ka kthyer në traditë vetën edhe po punon fort që përveç pjesës inspektuese, her pas here të zhvillojë fushata ndërgjegjësimi, pikërisht për të rritur kulturën e ndërgjegjësimit jo vetëm tek punëmarrësit, por edhe tek punëdhënësit. Përveç kësaj është punëdhënësit e ndërtimit jo pak herë janë bërë pjesë e tryezave që zhvillon inspektoriati i punës për të ndarë dhe për të vlerësuar dhe për të informuar mbi çfarë po na rezulton, cilat janë konstatimet aktuale, sepse edhe tregu i punës është dinamik dhe patjetër që kërkon në çdo moment të bëjmë rivlerësime edhe të qasjes inspektimit. Duke qenë se qeveria ka publikuar tashmë një rregullore të re për kantierët e ndërtimit për të monitoruar projektin në kohë reale, si me kamerat ashtu edhe me vendosjen e GPS-it, e deri tek ndrimi i përgjegjësive të drejtuesve teknik, a mendoni se janë këto masa, duke e parë nga këndvështrimi i inspektoriatit, të mjaftueshme apo duhet të ketë diçka më tepër? Unë mendoj që ky është një hap jo pozitiv, por është një hap i madh në aspektin e monitorimit dhe të kontrollit të kantiereve të ndërtimit. Dhe sigurisht, pas janë në kontroll e situatës, në përmjet fakteve, provave, i jep lehtësira çdo institucioni kontrolli sipas fushës së vet të kompetencës. Është një puzzle i munguar i cili bënte që kontrollet që bënim të mos kishin cilësisht pritshmëritë e zbatimit të ligjit. Sepse jo në pak raste inspektorët gjatë punës vet kanë hasur vështirësi për të provuar faktin e mosmarrjes sa duhet të masave të sigurisë dhe shëndetit në punë. Sado që të bësh foto në ambientet e punës, gjithmonë janë të diskutueshme. Kështu që këto mund shërbejnë shumë mirë si prova të pakontestueshme nëse rregullat janë zbatuar apo janë shkelur.
Çfarë përmirësimësh të tjera ligjore, teknologjike apo organizative mendoni se duhet të ndërmerren për të rritur sigurinë në ndërtim? Ne si inspektoriat kemi mundësuar që çdo i interesuar të ketë një kanal ankimimi pranë inspektoriatit dhe nga ana e inspektorëve merren shumë seriozisht çdo ankesë, e cila trajtohet dhe merr përgjigje. Patjetër, aktualisht jemi të hapur edhe në ndërveprim institucional për çështja që nuk mbulohen drejt për drejt nga inspektorati, por që në mënyrë të tërthorë japin ndikim në cilësinë e vendimarrjes së inspektorit të punës. Ajo që mund të them është që aktualisht inspektorati ka një platformë, Mira është matrica, platforma e analizës së riskut, që përdor inspektorati i punës, e cila mundëson që çdo inspektor të vlerësoj shkeljen që ka konstatuar në subjekt kundrejt ligjit. Në këtë aspekt, kjo është një ndihmë shumë e madhe, por që sigurisht është deri në aspektin sugjerues. Sepse vendimarrës duhet jetë individi dhe është inspektori. Kështu që në këtë aspekt është përmirësuar goxha cilësisht të procesi, procedura, mjetet që përdor inspektori i punës, por që sigurisht kërkon shumë herë më tepër punë. Sfidat janë të mëdhaja, nuk kemi kapacitetet e inspektoratit, nuk janë të mundura që të mundsojnë prezencë në çdo kantier në çdo moment. Fakti që ka aksidente do thotë ka ende shumë punë.